Përshëndetje nderuar miq. Përmes kësaj video dua të trajtoj pikërisht pyetjen se kur është momenti më i përshtatshëm për të drejtuar një specialist të shëndetit mendor, një psikologu, një psikoterapisti apo qoftë edhe një mjeku psikiatër. Mendoj që kjo është një pyetje që shumë njerëz e drejtojnë vetes dhe pa diskutim ju krijon shumë konfuzion, dilemë, frikë, përjetime në raport me paragjykimet dhe pa diskutim edhe stigmën shoqërore. Quhem Elvira Durmishaj dhe jam një psikologe kliniciste e licencjuar. Në punën time, prej 5 vjetësh, kam punuar me një numër të madh njerëzish, të moshave të ndryshme, kemi trajtuar probleme nga më të ndryshme, probleme të vogla, probleme të mëdha, pa lënë jashtë pa diskutim, patologji të shëndetit mendor. Dhe ajo që kam mësuar nga puna me klientët, pa diskutim, është fakti se dikur në jetë të gjithë, pa përjashtim të gjithë, kemi nevojë për pak shpresë, për pak mbështetje, për siguri. Dhe absolutisht nuk është kur vonë që të kërkojmë ndihmë, aq më tepër kur bëhet fjalë për ndihmë profesionale, e cila do të thotë të shikojmë çështjet dhe problematikat tona nga një këndvështrim klinicist. Që do të thotë? Është një këndvështrim i thelluar, i cili përdor dijet shkencore për të matur parametra dhe predispozita që kanë bëjë me biologjinë tonë, me karakterin, me emocionet, me reagimet, sjelljet, në mënyrë që të projektojmë se si mund të bëjmë ndryshimet e synuara, se si mund të arrijmë objektivat që dëshirojmë, të promovojmë stabilitetin për të arritur ato që duam në jetë. Shpesh dëgjojmë pyetjen, vërtet jam kaq rënd që të kem nevojë për të kontaktuar një psikolog? Dhe mendoj se është pikërisht një nga konceptet më të gabuara që njerëzit kanë për psikoterapinë. Është një koncept i cili kulturalisht është i keq interpretuar në shoqërinë tonë. E vërteta është se një psikolog, një terapist mund të ndihmojë të jepë një dritë mbi një gamë shumë të gjerë të problematikave komplekse me të cilat përballeni në jetën tuaj. Nuk ka pse të ndiheni të shkatruar, të deprimuar, siç thon shumë prej jush të çmendur që të kërkoni ndihmën në një psikologu klinicist. Realiteti është ky në fakt. Shpesh herë problematika apo çështjet të cilat ne i konsiderojmë si pozitive, i perceptojmë si pozitive, mund të jenë për ne një burim shumë i madh stresi dhe ngarkese psikologjike, emocionale, mendore, po aq sa çështje të tjera të cilat ne i njohim në etiketën e çrregullimeve të shëndetit mendor. Më lejoni t'ju jap një shembull. Çështje apo situata si diplomimi, punësimi, martesa, pritja e një bebeje, prindërimi, pa diskutim që janë situata të cilat të gjithë i synojmë dhe i listojmë në kënaqësitë më të mëdha të jetës. Po në fakt, përgatitja për arritjen e këtyre synimeve mund të jetë për ne aq stresante dhe aq e lodhshme dhe mund të na çojë të kërkojmë ndihmë, po njëjtë si dikush i cili kërkon ndihmë për çështje që kanë të bëjnë me etiketa të listuara në problemet e shëndetit mendor, siç mund të jenë ankthi, paniku, depresioni e të tjerë. Kjo është arsyeja pse mendoj që është momenti për të promovuar pikërisht raportin që duhet kemi me koncepte që kanë bëjnë me shëndetin mendor. A mundet një psikolog të jetë miku apo mike e juaj? Në fakt kjo duket si një dilemë shumë e madhe për gjithë, po jam e sigurt jo për profesionistët e shëndetit mendor. Duket kaq paradoksale në fakt që çështje kaq serioze, kaq rëndësishme për përditshmërinë tuaj, përjetime kaq private, të fshehta, kaq intime për ju, ti ndani pikërisht me njerëz të cilët thjesht mund të keni parë nga ekrani, apo mund të keni u lumtuar për ta në rrjetet sociale, ashtu të nxisht jeni përpjekur të merrni vlerësime nga ndoshta të njohur përbashkët apo specialistë shëndetit mendor, jeni përpjekur të dini rreth kredencialeve të tyre, çfarë kualifikimi kanë, çfarë trajnimi kanë, çfarë përvojë pune kanë, a kanë pasur sukses apo jo, dhe pikërisht shkoni dhe te këto njerëz të zbrazni gjithë ngarkesën, gjithë akumulimin, të cilët unë jam e sigurt se nëse do të pyes a do të guxoni të ndanit me miqtë tuaj, dhimbjen tuaj, përjetimet tuaja, përgjigjen e tij
A do të guxonit që familjarëve tuaj t'u shkarkoni gjithë ngarkesën tuaj emocionale pa qenë të friksuar se do t'i ngarkoni emocionalisht dhe ata, apo se do të ndjeni të pranuar ashtu pa u gjykuar. Gjithashtu e di përgjigjen, megjithatë do të citoj për gjithë interesuarit qëndrimin e Shoqatës Amerikane të Psikologëve, APA, e cila e zgjidh dilemë me shumë kompetencë dhe profesionalizëm në mënyrë shumë pragmatike. Përtej kulturave, gjithë humanizmit, vlerave dhe qasjes personale të çdo terapisti apo çdo specialisti që ndetit mendor, për të ndihmuar të kapërceni problematikat në përditshmërinë tuaj, krizat e vogla apo të mëdha që ofshin ato në raport me të dashurit tuaj, me familjarët tuaj, me profesionin, me kolegët, me veten. Një psikolog arrit t'ju ndihmojë për gjitha këto, pikërisht për faktin se në përditshmërinë tuaj nuk është miku apo mikja juaj. Një psikolog arrit të qëndrojë i ftohtë jashtë situatës dhe prurjes tuaj, por i pajisur me dije shkencore, të cilat do të arrijnë të evidentojnë profilin tuaj për ta projektuar atë në mënyrën më të mirë të mundshme në dinamikën ku zhvillohet problematika juaj. Të gjithë jemi dëshmitar të faktit se sa kontrolle, analiza apo check-up-e ne bëjmë çdo vit, thjesht për të siguruar se biologjikisht parametrat e fizikut ton janë në rrugë të mbarë. Mendoj që është pikërisht ky mentalitet që duhet fillojmë ta kultivojmë dhe ta integrojmë në jetën tona edhe në raport me gjendjen tonë emocionale mendore. Përse të mos bashkëpunojmë me pikat tona të dobta përpara se ato të na kthehen në pika nevralgjike dhe të shkojnë në një pikë kritike. Përse të mos bashkëpunojmë me specialistë të shëndetit mendor për të matur dhe për të siguruar që edhe parametrat tanë psikoemocional janë në rrugë të mbarë. Ose ndryshe, përse të mos punojmë për të maksimizuar potencialet tona dhe për të arritur ato që ne synojmë në jetën tonë, ose qoftë edhe për të përballur në mënyrë më efikase me sa më pak kosto emocionale dhe mendore me problematika komplekse në të cilat ne përballemi në përditshmërinë tonë. Përmes kësaj videoje gjej rastin të informoj të gjithë interesuarit nëse jeni në kërkim të një specialisti të shëndetit mendor. Referoju në një burim shumë të sigurt informacioni në vendin tonë, i cili është pikërisht urdhri i psikologut në Republikën e Shqipërisë. Ju siguroj se aty do të gjeni një numër të madh të profesionistëve të shëndetit mendor, të cilët do të jenë shumë gatshëm dhe të përkushtuar për t'ju ndihmuar për të arritur atë që ju dëshironi. Në të njëjtën kohë, nëse njihni njerëz të cilët kanë nevojë për informacion, ju lutem ta shpërndani këtë video për të ndihmuar sadopak. Të gjithë menduan se përvoja e frikshme e tërmeteve në 2019 ishte një eksperiencë e cila do të qëndronte me ne deri në fund të jetës, dhe pa diskutim që do të jetë, po jo ashtu siç e imagjinuam ne. Jeta në fakt na mësoi se 2020 mund të ishte akoma dhe më keq. Ishte një vit i gjatë për shumë nga ne dhe kam përshtypjen që do të mbahet mend si viti më i gjatë në histori, i mbushur me ankth, me frikë, me humbje, me shumë betejë të humbura. Plot me emocion negativ, plot me përjetime dhe kujtime të cilat me siguri do vlejnë të trajtohen nga specialistë shëndetit mendor. Nëse njihni njerëz të cilët në përditshmërinë e tyre për shkak të këtyre humbjeve kanë shfaqur simptoma apo kanë ndryshuar sjellje, ju lutem të inkurajoni të kontaktojnë me specialistë të shëndetit mendor apo minimalisht shpërndajeni këtë video për t'ju ndihmuar. Dhe nëse e shikoni të vështirë të kontaktoni nga afër me një specialist shëndetit mendor, ju sugjeroj si fillim të provoni këshillimin online. Mendoj se është një praktikë e cila do t'ju ndihmojë të zhyteni në çështjet tuaja delikate nga një pozicion më komod, duke dhënë mundësinë të vlerësoni nëse psikoterapia bën për ju ndihmon të ndryshoni sjelljet tuaja të keqpërshtatura, të ndryshoni pikpamjet, të promovoni ndryshimet e mira, dhe në fund nëse ju ndihmon për një jetë më cilësore. Nga unë Edira Durmishaj, mirëpafshim në videon e radhës.